Pjesë e Big Brother VIP 3, Habit Prifti, e di që do të bëhem një Luizi 2. Në një rrëfim ndryshe, atë Nikola Xhufka ka rrëfyer disa episode nga jeta e tij në një emision. Prifti nga Elbasani ka treguar detaje nga jetesa e tij me maman, e cila siguron 150.000 lekë të vjetra për të ushqyer së bashku me të. Në kundërshtim me Janullatusin, atë Nikola ka treguar se nuk merr një rrogë dhe se ja del me ndihmat e besimtarve. Prifti ka rrëfyer se që i vogël ka patur një thirrje të brendshme për të bërë prift pavarësisht kundërshtive të mamas së tij, e cila e mbyllte në dhomë të dielave për të mos shkuar në kishë. Kontroversial dhe ndryshe nga figurat e tjera të priftrinjve, atë Nikola ka zbuluar se është një luks i madh se aktron vetëm për gënjeshtra të bardha për të ndihmuar të tjerët. Në fund të intervistës, ai ka ndarë dhe një sekret. Ai ka treguar se një gazetare ka pyetur nëse do të merrte pjesë në Big Brother VIP. Nuk mund të hyj, nuk mund të bëhem një Luizi 2 se e di që do të bëhem, shprehur ai.